Juftoj të luteni edhe ju vetë të fokusohemi tek Perëndia dhe fjala e Tij. O Atë dashur, ne vim tani në praninë tënde të shenjtë. Duam o Zot që të dëgjojmë fjalën tënde. Na jep neve hir. Na jep neve o Zot me anë të frymës tënde të shenjtë, fokusohemi tek Ti. Fokusohemi te fjala jote. Na zbulov vetveten lavdin tënde përmes fjalës tënde. Na ndihmo o Zot të dëgjojmë. Na ndihmo ta zbatojmë. Në emrin e Krishtit të lutemi. Amen. Një autor i njohur i krishterë, C.S. Lewis, në një nga librat e tij, në librin e tij Krishterimi i thjesht, argumenton që të gjithë njerëzit janë në një farë mënyrë të detyruar të jetojnë ose ndihen të detyruar të jetojnë sipas një standardi të caktuar. Si mendoni ju? Ai e quan këtë standard ligji i natyrës njerëzore dhe ai e ilustron këtë nga mënyra se si njerëzit në fakt ndërveprojnë me njëri tjetrin ose diskutojnë me njëri tjetrin gjatë jetës së përditshme. Edhe njerëzit pak a shumë thonë gjëra të tilla si këto. Ai thotë kështu: si do të pëlqente ty sikur dikush të bënte të njëjtën gjë ty? Kjo është karrika ime. Unë erdha këtu i pari. Ose lere mos e ngacmote, ai nuk po të bën gjë ty. Ose më jep pak nga portokalli yt, për shembull, sepse edhe unë dhash pak ty. Ose themi gjithashtu, pse ti duhet dali gjithmonë i pari? Ose themi, unë duhet të shkoj sepse unë kam më shumë nevojë. Pra çfarë jemi duke bërë gjatë gjithë kësaj kohë? Ai ka në fakt të drejtë në këtë kuptim që të gjithë njerëzit dallojnë në fakt një lloj standardi të caktuar sjellje ndaj të cilit të gjithë njerëzit në një farë mënyrë duhet të përmbahen. Tani, ne mund të mos bijmë dakord, për detajet e këtyre gjërave që përmend ose këtij standardi, ose mund të mos bijmë dakord në mënyrën se si zbatohet ky standard, por e vërteta është që të gjithë njerëzit besojnë që ka një të drejtë dhe ka një të caktuar, apo jo? Si mendoni ju? Përndryshe ne do vrisim njëri tjetrin. Pra gjithmonë jemi duke referuar një ligji të caktuar, të pashkruar, edhe është një standard që ne presim që të gjithë njerëzit t'i përmbahen edhe të gjithë njerëzit ta zbatojnë, apo jo? Madje, autori thot në argumentin e tij dhe argumenton që ne të gjithë madje kemi shkelur këtë ligj të natyrës njerëzore. Madje, për më tepër ne ndjehemi fajtor që kemi shkelur atë, dhe ai thot që ne shpesh herë mundohemi të fshehim sjelljen tonë të keqe për këtë arsye. Ne kemi shkelur diçka dhe mundohemi ta fshehim këtë në mënyra të ndryshe ose përpiqemi ndryshe ta justifikojmë vetveten në atë gjë çfarë kemi bërë. Pra, ne shpesh themi, si themi zakonisht, më vrau ndërgjegja, apo jo? Pra, i referohemi një ligji që ne kemi si njerëz. Tani, këto fakte të sjelljes njerëzore tregojnë në një farë kuptimi që të gjithë njerëzit janë nën ligj. Apo jo? Si mendoni ju? Çfarë po themi? Po themi që të gjitha këto fakte që unë përmenda, gjitha këto fakte të sjelljes njerëzore, çfarë na tregojnë? Në një farë kuptimi na tregojnë që të gjithë njerëzit janë nën farë ligjit të caktuar. Edhe mandje ndjehen të dënuar prej tij, pavarësisht nëse njerëzit i referohen si ligji i Zotit apo nuk i referohen si ligji i Zotit. Edhe ju e dini që ne po studiojmë tani, jemi kthyer tek Romakëve kapitulli 7, dhe në këtë kapitull fjala e Perëndisë përmes apostullit Paul na tregon neve që të gjithë njerëzit pa përjashtim dhe pa dallim kanë një problem universal. Të gjithë njerëzit janë nën ligjin e Zotit dhe janë madje shkelës të tij dhe si rrjedhim janë të dënuar prej tij, pra janë nën dënimin e ligjit. Por, lajmi i mirë i Perëndisë cili është? Cili është lajmi i mirë që ne kemi parë tek Romakëve kapitulli 7, është që përmes Jezu Krishtit ne jemi çliruar nga ligji i Perëndisë, nga nën dënimin e ligjit dhe ne jemi bashkuar me Jezu Krishtin, me birin e Perëndisë për t'i dhënë frute të denja Perëndisë. Tani, ju mund
ju dini tashme, edhe në fakt unë mund të kujtoj sa herë ne flasim çdo ditë në parlamentin ton, në vendin ton, çdo ditë pothuajse flitet për ligje të reja, çdo vit flitet për ligje të reja, të bëjmë një ligj të ri, pse? Për të luftuar korrupsionin, por duket gjithmonë më shumë bëjmë ligje të reja, por asnjëherë nuk duket që luftohet korrupsioni dhe nuk duket që njerëzit ndryshojnë ndaj korrupsionit. Dhe çfarë do thotë kjo? Ligji nuk ka fuqi që ta ndryshojë njeriu. Ligji tregon se çfarë shkel njeriu, por nuk arrin dot ta ndryshojë njeriu. Ne kemi hyrë pra si thash tek Romakëve 7, nga java e kaluar dhe çfarë po mësojmë? Po mësojmë një të vërtet mjaft të madhe të fjalës Perëndis. Megjithse ligji i Perëndis është i mirë, është i drejtë, është i shenjtë, ligji i Perëndis nuk mund të na ndryshojë neve, nuk mund të na shenjtërojë. Pra nuk mund ta bëjë neve do Perëndia. Tema kryesore e Romakëve 7 është që marrëdhënia me ligjin është thyer, është shkëputur, ne jemi bashkuar me Jezu Krishtin, edhe vetëm përmes Jezu Krishtit ne mund të shenjtërohemi. Ne po shikojmë çfarë marrëdhënie ka i krishterë me ligjin dhe në mënyrë të veçantë me shenjtërimin. Pra kjo është pak a shumë se çfarë po shikojmë te Romakëve 7. Pra, më lejoni t'ju them këtë gjë, që mesazhi i Romakëve 7 është aq i rëndësishëm për ne, sepse shumë nga problemet që ne kemi si të krishterë në lidhje me shenjtërimin ton, me rritjen ton të krishterë, janë të lidhura me të mos kuptuarit si duhet të marrëdhënies ton me ligjin dhe marrëdhënies ton me Jezu Krishtin, shpëtimtarin dhe Zotin ton. Dhe çështja kryesore është kjo. Megjithse Perëndia në fakt, në realitet na ka çliruar neve nga ligji i Perëndis, e vërteta është që ne praktikisht jetojmë akoma sikur jemi nën ligj. Ne shikojmë marrëdhënien tonë me Perëndin dhe jetën tonë perëndishme sikur jemi akoma nën ligj në mënyrën e vjetër, dhe prandaj ka rëndësi që të kuptojmë cila është marrëdhënia jonë me ligjin. Dhe në lidhje ka ligjin në lidhje me shenjtërimin. Dhe herën e kaluar, madje unë ju dhash binsër pyetjesh, diagnostikuese për të parë nëse ne po jetojmë ligj apo jetojmë nën hirin e Perëndis, nën Jezu Krishtin. Shpresoj që ju kanë ndihmuar disi ato pyetje në një farë mënyrë për të parë veten tuaj si po jetoni. Pra si po jetojmë ne në lidhje me ligjin, në lidhje me ungjillin. Pra po jetojmë sipas ungjillit apo jetojmë sipas ligjit. Dhe mënyra më natyrshme e jona është të jetojmë sipas ligjit, dhe të jetosh sipas ungjillit është një proces, është një proces shenjtërimi, dhe pra ne po shikojmë te Romakëve 7 shenjtërimin. Tani më lejoni të kujtoj që te Romakëve 7 apostulli Paul po jep përgjigje një thënie të rëndësishme. Ju lutem, dëgjoni pak mendje. Thënia e rëndësishme që ai po përpiqet të ja përgjigje gjendet te Romakëve kapitulli 6, vargu 14. Ai e ka thënë këtë gjë, por nuk ne ka shpjeguar neve një gjë të tillë. Dhe ai po thotë kështu: në fakt, mëkati nuk do të ketë pushtet mbi ju, sepse nuk jeni në ligj, por nën hir. Ai nuk na ka shpjeguar se çfarë do të thotë që ne nuk jemi nën ligj, por jemi nën hir. Dhe kështu që kur vjen tek Romakëve 7, ai na shpjegon neve tërë kapitulli 7 edhe pastaj kapitulli 8, na ndihmojnë neve për të kuptuar çfarë do të thotë që ne nuk jemi nën ligj, por jemi nën hir. Pra edhe një herë, ai po thotë kështu: mëkati nuk do të ketë pushtet më mbi ju, por kjo varet nga çfarë? Nga varet se si ta kuptojmë ne, ta kuptojmë pra çfarë do të thotë që ne nuk jemi nën ligj, por jemi nën hir. Herën e kaluar në fakt ne hym të këto vargje, edhe çfarë do të bëjmë sot do të thellohemi më shumë në këto vargje, edhe do të përpiqemi të fokusohemi më shumë te zbatimi i tyre. Tu është ai çelësi ose thembra e akilit për ne vazhdojmë të shenjtërohemi. Më lejoni të them një gjë të rëndësishme. Ju lutem. Dua pak vëmendjen tuaj. A jeni të krishterë? Nëse jeni i krishterë, do të thotë që ju keni një dëshirë për të rritur dhe për të bërë më shumë si Jezu Krishti. Dhe kjo çfarë ne po shikojmë duhet ju hap dritat si themi në libër Lomatina, si drita. Fjala e Perëndis. Edhe mesazhi i Romakëve 7 deri 1 deri në 6, cili është?
Çështja themelore është pse Perëndia na çliroi nga ligji i tij. Pra pse nuk jemi më nën ligj me fjalë tjera. Dhe tema kryesore e këtyre vargjeve është kjo. Perëndia na ka shkëputur, na ka ndarë nga ligji i tij në mënyrë që të bashkohemi me Krishtin për të dhënë frute, për Perëndinë dhe shërbejmë atij. Shikoni? Është shumë e rëndësishme pra për të kuptuar këtë, sepse nga kjo vraret për ne se si mund të japim frute Perëndis dhe të shërbejmë atij. Dhe nga hera kaluar ne kemi thënë që në këto vargje ne gjejmë 4 qëllime kryesore të Perëndis pse Perëndia na ka çliruar neve nga ligji i tij. Dhe le ti marrim edhe një herë me radhë edhe sot, por do të ndalem më shkurt, nuk do të ndalem për të shkuar më shumë tek zbatimet, sepse mendoj që nuk arritëm dot që të zbatojmë dhe të shikojmë si gjen zbatim këto në jetën tonë të përditshme. Por si fillim çfarë do bëjmë është që do të lexojmë edhe një herë Romakëve kapitulli 7, vargjet 1 deri në 6. Le të lexojmë Romakëve 7, 1 deri në 6. A nuk e dini o vëllezër, sepse unë po flas atyre që njohin ligjin. Se ligji zotëron mbi njeriu për aq kohë sa ai jeton. Sepse gruaja e martuar është e lidhur nga ligji me burrin derisa ai jeton, por po i vdiq burri, lirohet nga ligji i burrit. Prandaj, nëse kur i rron burri, ajo bashkohet me një burr tjetër, do të quhet shkelse e kurorës, por nëse i vdes burri, ajo është e lirë nga ligji, që të mos jetë shkelse e kurorës, nëse bëhet gruaja e një burri tjetër. Kështu pra, vëllezërit e mi, edhe ju jeni të vdekur për ligjin me anë të trupit të Krishtit, që të bashkoheni me një tjetër, me atë që u ringjall prej së vdekurisht, që të japim frut Perëndis. Sepse kur ishim në mish, pasionet mëkatare që ishin me anë të ligjit, vepronin në gjymtyrët vdekjen. Por tani u liruam nga ligji, duke qenë të vdekur me atë që na bante të lidhur, që të shërbejmë në risinë e frymës dhe jo në vjetërsinë e shkronjës. Le të shikojmë pra qëllimin e parë. E gjejmë në vargjet 1 deri në 4, jo gjithë vargun 4. Shikojmë këtë gjë kryesore. Pra Perëndia na ka çliruar nga ligji i tij në mënyrë që të jemi të lirë të martohemi ose të bashkohemi me Jezu Krishtin. Tani vjen re në mënyrën se si apostulli Paul u drejtohet besimtarëve, u drejtohet vëllezër me shumë dashuri vëllazërore, dhe ai u kujton atyre një parim themelor të ligjit. Në përgjithësi është një ligj, me fjalë tjera universal, është një parim i ligjit universal, diçka që është e vërtetë edhe madje edhe për ligjin e Perëndis. Edhe është ligji i Perëndis që Perëndia i dha Mojsiut, siç e gjejmë te Eksodi kapitulli 20. Dhe pastaj, çfarë ai bën? Pra edhe një herë, në vargu 1 çfarë na tregon? Na jep një parim universal të ligjit. Në vargjet 3 deri në 4 çfarë bën? I jep një ilustrim të këtij parimi themelor të ligjit sipas ligjit të Perëndis. Dhe pastaj në vargjet 4 deri në 6 e zbaton në lidhje me ne. Dhe shikoni edhe një herë vargu 1. Ai po thotë: apo nuk e dini o vëllezër, sepse unë po u flas njerëzve që e njohin ligjin, se ligji ka pushtet mbi njeriu për aq kohë sa i rron. Parimi është ky. Cili është parimi? Ligji ka pushtet mbi një njeri për aq sa ai njeri jeton. A është e thjeshtë apo jo? Është parimi universal i çdo ligji, qoftë edhe i ligjit Perëndis. Njeriu është nën pushtetin e ligjit për aq sa jeton. Dhe duhet i bindet atij ligjit, sepse është nën ligj. Por kur vdes personi, ligji nuk ka më pushtet mbi të, apo jo? Sepse ai ka vdekur, parimi është i thjeshtë dhe i qartë. Për shembull, jap një shembull të thjeshtë. Nëse ju ka borxh dikush, dhe ai vdes, si më thoni, mund të merrni më borxhin? Se merrni dot mos, se ka vdekur. Mund të bëni çfarë doni, por ai ka vdekur, se ai s'mund të paguajë më borxhin. Pra ky është parimi i ligjit. Ose personi ka vdekur, s'ka më pushtet ligji mbi të. Tani, vim te vargjet 2 dhe 3 dhe ai na jep neve një ilustrim të këtij parimi universal të ligjit, që është e vërtetë edhe për ligjin e Mojsiut. Ky ilustrim që na jep apostulli Paul është në fakt një ilustrim
shumë i thjesht, por është një ilustrim i goditur sepse është një ilustrim që na ndihmon neve të kuptojmë në fakt shumë më mirë marrëdhënien që ne si besimtar kemi me ligjin para se të shpëtoheshim dhe mbasi të shpëtohemi. Pra çfarë është duke ilustruar edhe një apostulli Paul? Është duke ilustruar përmes këtij ligji, përmes këtij ilustrimi që gjendet tek ligji i Mojsiut, marrëdhënien tonë me ligjin para shpëtimit dhe mbas shpëtimit. Është në fakt kush është ky ligj? Është ligji i martesës së gruas me burrin, edhe çfarë na ilustron? Ilustron ligjshmërinë e ndryshimit të marrëdhënies tonë me ligjin para dhe pas shpëtimit, për të na treguar neve që ne jemi ndarë me ligjin në mënyrë të ligjshme dhe jemi bashkuar në mënyrë të ligjshme personale, marrëdhënie personale me Jezu Krishtin për t'i dhënë frut të Perëndis dhe për t'i shërbyer Perëndis në një mënyrë të re, jo në mënyrën e vjetër, jo në ligj. Dhe ai shikoni se çfarë thot edhe një herë në vargjet 2 dhe 3, mund të shikoni të përpara, nuk po i lexoj më për hir të kohës, se mos mbetemi mbrapa, por çfarë është duke na thënë? Ky është ligji i martesës së gruas me burrin dhe ai duke thënë në lidhje me gruan dhe burrit, por sigurisht është të vërtetë edhe në lidhje midis burrit dhe gruas. Pra nuk është se duke bërë një dallim, por thjesht po përdor ligjin në një mënyrë të caktuar. Dhe çfarë është ky ligj? Sipas ligjit të martesës, kur një grua martohet me një burr, ajo martohet me këtë burr për gjithë jetën e saj dhe vetëm vdekja mund ta ndajë atë nga burri. Edhe njerë, më lejoni të kujtoj që apostulli Paul këtu nuk po mëson lidhje me martesën, nuk po jep neve gjithçka për martesën, prandaj nuk është një mësim për martesën. Për aq sa burri është gjallë, gruaja nuk mund të martohet me një tjetër sepse ligji ka pushtet mbi të. Tani, nëse ajo martohet me dikë tjetër, ndërkohë që burri i saj është gjallë, çfarë quhet? Quhet shkelje e kurorës. Quhet shkelje e ligjit të martesës. Por nëse vdes burri, ajo është e liruar nga ligji, nuk është më nën pushtetin e martesës, dhe ajo mund të martohet me dikë tjetër në mënyrë të ligjshme pa e shkel kurorën. Pra është të thjesht. Pra kemi parimin universal në vargu 1, pastaj kemi parimin e ligjit të gruas me burrin që është ilustruar në vargjet 2 dhe 3 dhe tani vim në vargjet 4 dhe 6 dhe çfarë bën apostulli Paul? Këtë parim universal që ka dhënë në vargu 1, të ilustruar me anë të ligjit të Mojsiut për marrëdhënien e gruas me burrin, e zbaton në jetën e krishterë. Pra ai është duke zbatuar në jetën e krishterë një ilustrim të marrë nga ligji i Perëndis që dhën nga Mojsiu, por që është një lidhje shumë e mirë goditur. Mbani mend që ky është çfarë? Është një ilustrim krahasues, pra nuk po flet fjalë për fjalë, nuk është se shkon pik për pik. Dhe lexojmë në vargun 4 këtë. Kështu pra, vëllezër dhe minë, edhe ju jeni të vdekur për ligjin me anë të trupit të Jezu Krishtit, të bashkoheni me një tjetër që u ngjall prej së vdekurit, që të japin frutë Perëndis. Në zbatimin e këtij ilustrimi nuk është, tani vjen re që nuk është burri që vdes, pra apostulli Paul e kthen pak mbrapsht, por është gruaja dhe apostulli Paul po shpjegon që ne kemi vdekur me Krishtin dhe si rrjedhim jemi ndarë nga ligji i Perëndis dhe jemi lirë tani të bashkohemi me Krishtin për t'i dhënë frute Perëndis. Pra vjen re që apostulli Paul thotë nuk vdes ligji. Ligji nuk mund të vdes, ligji nuk mund të ndryshohet. Ligji është i pandryshueshëm. Ligji i Perëndis është i pandryshueshëm. Askush nuk mund ta prek as vetë Perëndia. Tani, cila është marrëdhënia jonë me ligjin para se të bashkoheshim me Krishtin? Para se ne të bashkoheshim me Krishtin, ne ishim nën ligjin e Perëndis dhe për aq sa ishim gjallë, ne ishim nën pushtetin e ligjit, nën pushtetin e dënimit të ligjit të mëkatit. Marrëdhënia, pra vini re, marrëdhënia e jo besimtarit, marrëdhënia jonë për ne si jo besimtar para se të bashkoheshim me Jezu Krishtin, ishte siç marrëdhënia e gruas me burrin. Pra në këtë lloj lidhje ishim neve me ligjin. Po në një të mënyrë, pra, edhe njerëzit që nuk janë në Krishtin, në këtë lloj lidhje janë me ligjin e Perëndis dhe nuk kanë asnjë lloj marrëdhënie me Jezu Krishtin. Dhe vjen re që vetëm mënyrë thotë që ne mund të shpëtojmë nga pushteti i ligjit dhe pushteti i dënimit të mëkatit që sjell ligji është të vdesim dhe në këtë mënyrë ne mund të zgjidhemi nga ligji në mënyrë thotë që të bashkohemi me një tjetër. Dhe vjen re çfarë është ligji i Perëndis?
në fakt janë 10 urdhërimet që ne I gjejmë tek Eksodi kapitulli 20, varg 1 deri në 17, urdhërimi I parë cili shkon. Nuk do të kesh asnjë perëndi tjetër përveç meje, nuk do të ngresh shëmbulltyra, pastaj vjen që nuk do të përdorësh emrin e perëndisë në kollësi dhe pastaj janë urdhërimet e tjera që kanë të bëjnë për marrëdhënien e njeriut me njeriu, pra 10 urdhërime çfarë flasin? Flasin marrëdhënien e njeriut me perëndin dhe marrëdhënien e njeriut me njeriu. Ose ato urdhërime mund të përmbledhen në 2 urdhërime kryesore. Cilit janë këto 2 urdhërime kryesore? Duaje Zotin perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde, dhe duaje të afërmin tënd por si vetveten. Pra çfarë do thotë kjo? Do thotë që të gjithë njerëzit janë nën këto urdhërime dhe duhet I mbajnë këto urdhërime në mënyrë të përpikt ose ligji sjell dënimin ton përpara Perëndis. Por çështja është që askush nuk I mban këto urdhërime, askush nuk e do Perëndin në këtë mënyrë dhe askush nuk e do njëri tjetrin në këtë mënyrë. Kështu që të gjithë jemi shkelës të ligjit, të gjithë jemi nën ligj, të gjithë jemi nën dënimin e ligjit. Por çfarë thotë apostulli Paul? Si shpëtuam nga ligji dhe nga dënimi I tij? Ai thotë që ne kemi vdekur për ligjin si? Me anë të trupit të Jezu Krishtit, që të bashkohemi thot me një tjetër, dhe ky tjetër është ai thot që u ringjall nga të vdekurit. Pra fjalë për fjalë këtu në greqisht është kështu pra vëllezër të mi, edhe ju bët të vdisni për ligjin. Koha e foljes në greqisht, unë thash herën e kaluar gabim, në fakt koha e foljes është aorist në greqisht, që do thotë që është një veprim që ka ndodhur në të shkuarën, është një veprim që Perëndia e ka bërë, pra Jezu Krishti ka vdekur në të shkuarën dhe shërbimi I vdekjes së tij dhe e jonës përmes besimit në të, pra ne jemi shkëputur një herë për gjithmonë nga ligji. Ne jemi shliruar një herë për gjithmonë dhe folja gjithashtu është në diatezën psore, do thotë që nuk është diçka që ne kemi bërë, por e ka bërë Perëndia në ne. Ne kemi pësuar këtë veprim. Çfarë do thotë? Do thotë që ne jemi të shliruar nga ligji I Perëndisë, jo ne vetë, por Perëndia na ka çliruar me anë të trupit Jezu Krishtit dhe na ka bashkuar neve me ato që u ringjall prej së vdekur. Pse e përmendur ringjalljen e tij? Pra si vdiqëm? Ai thotë ne vdiqëm me anë të trupit Jezu Krishtit, u bashkuam me birin e Perëndisë, edhe ai është kush? Është përfaqësuesi dhe zëvendësuesi ynë. Pra dëgjoni pak vëmendje. Jezu Krishti e ka mbajtur ligjin e Perëndisë pik për pik, në çdo pik, pas një lloj shkeljeje. Për kë? Për veten e tij? Ai është Perëndi. Po ishte Perëndia në mish që jetoi si përfaqësuesi dhe zëvendësuesi, e bëri për ne. Por jo vetëm kaq, por ligji thotë nëse e shkel ligjin duhet dënohesh dhe Jezu Krishti jo vetëm që mbajti ligjin për ne pik për pik, por ai e mbajti ligjin duke u dënuar për mëkatet tona, për shkeljet tona të ligjit. Dhe ai u bë përfaqësuesi ynë dhe zëvendësuesi ynë, duke mbajtur ligjin pik për ne, por duke mbajtur ligjin pik për ne, edhe duke u dënuar për shkeljet tona. Pra, çfarë bëri Jezusi? Ai jo vetëm vdiq, por edhe u ringjall duke provuar, duke deklaruar se ai e kishte shlyer të gjithë kërkesat e ligjit për ne, dhe do thotë që ne jemi të shliruar plotësisht nga ligji për shkak të Krishtit që vdiq dhe u ringjall për ne. Pra ne kemi vdekur bashkë me Krishtin, jemi ringjallur bashkë me Krishtin dhe në mënyrë të tillë ne jemi bashkuar me Krishtin. Me lejo t'ju jap një ilustrim shumë të thjeshtë që unë kam dhënë herët e tjera dhe nuk do zgjatem për t'ju dhënë më shumë, por me lejo t'ju kujtoj. Ishte një kryetar fisi dhe kishte vënë një ligj që kushdo që kapi duke vjedhur, duhet të dënohej me 40 kamxhik. Edhe shpresoj që e mbani mend këtë ilustrim që kam dhënë herë të tjera dhe tani një prej ditësh u kap mamaja e tij duke vjedhur. Edhe çfarë ndodhi është që të gjithë njerëzit e fisit po diskutonin, çfarë do bëj kryetari i fisit? Do të zbatoj ligjin që ka thënë, që kushdo që kapet duke vjedhur do dënohet me 40 kamxhik, apo do ta shkel ligjin duke lënë maman e tij të lirë sepse është mamaja e tij. Edhe zhurma zinte derisa erdhi dita e gjykimit, edhe u mblodh gjithë fisi, edhe kryetari i fisit bashkë me ta, edhe ai do të jepte
atë gjykimin përfundimtar për çfarë do bëjmë me mamën e tij që ishte kapur duke vjedhur. Edhe ai tha, ajo do dënohet. Dhe çfarë ndodhi? E morën mamën e tij, e vun aty te vendi ku dënohej, dhe ai vetë pastaj u ngrit nga vendi ku ishte ulur, e mbuloi mamën e tij me trupin e tij dhe kamxhikët, 40 kamxhik nuk ran mbi mamën e tij, por ran mbi veten e tij. Ligji u mbajt, por edhe ai shpëtoi mamën e tij. Dhe në një mënyrë krejtësisht të pafundme, Jezu Krishti ka bërë të njëjtën gjë për ne. Jezusi na ka lënë të lirë nga ligji, dënimi që sjell ligji për mëkatin ton, sepse ai na ka mbuluar, ai ka vuajtur dënimin për mëkatet tona në mënyrë që ne të jemi të lirë nga ligji. Dhe ideja kryesore është që ne vdiqëm për ligjin dhe ligji nuk ka më pushtet mbi ne. Ashtu siç askush nuk mund t'i thoshte mamas ti, shiko se ti ke vjedhur, askush mund të thotë, unë e kam marrë dënimin. Unë jam dënuar pashme për këtë. Nuk se dënuar ai, është dënuar kush? I biri. Edhe ne. Ligji nuk mund të na thotë, shiko se ti je mëkatar, ti meriton dënimin. Pse? Se ligji nuk mund të na thotë neve që ti meriton dënohesh. Si do të përgjigjem unë? Jo, unë i kam paguar të gjitha dënimet, të gjitha i kam shlyer, sepse Krishti ka vdekur në kryq për mëkatet e mia. Prandaj jam i lirë. Jam i lirë, sepse Krishti ka mbajtur ligjin për mua dhe Krishti ka vdekur në kryq për mua. Dhe në fakt, Apostulli Paul tek letra e Galatësve kapitulli 4, vargjet 4 dhe 5 e thot mjaft mirë këtë. Por kur u mbush koha, Perëndia dërgoi birin e tij, thot, të lindur prej gruaje, të vënë në ligj, që të shpengonte, thot, ata që ishin në ligj, që ne të fitojmë birërinë. Pra na ka shpenguar Perëndia nga ligji përmes Krishtit. Ne ishim të martuar me ligjin, ne vdiqëm, u ngjallëm në një jetë të re të ndarë nga ligji, në mënyrë që marrëdhënia jonë e re me Krishtin të ishte e ligjshme, dhe mbani mend që Perëndia është gjithmonë i drejtë. Perëndia kurrë nuk e shkel ligjin e tij. Edhe përkundrejt asaj çfarë thonë njerëzit në ditët e sotme që Perëndia është dashuri dhe nuk ka problem. Jo, Perëndia është gjithmonë i drejtë dhe asnjëherë nuk bën atë çfarë është e padrejtë, dhe ai në dashurinë e tij ka gjetur një mënyrë që edhe ligji i tij mbahet, edhe njëkohësisht i fal mëkatarët. Pra Perëndia vjen re që nuk e shkeli ligjin e tij, por e dërgoi birin e tij të mbante ligjin për ne, dhe ai vdiq si shkelës i ligjit, por jo për veten e tij, por për ne, dhe duke shpallur vetveten fitimtar për neve. Pra, çfarë do të kuptojmë? Kur ne bëhemi të krishterë, ndodh një ndryshim i plot i marrëdhënies tonë dhe i besnikërisë tonë. Ne me kemi bashkuar. Kemi bashkuar me Jezu Krishtin, ne kemi hyrë në një marrëdhënie me Krishtin që është e përhershme, e vazhdueshme dhe e përjetshme. Nga bashkimi ynë me Krishtin çfarë kemi? Çfarë privilegjesh të mrekullueshme që ne kemi? Ne trashëgojmë emrin e tij. Ne jemi të krishterë, që do thotë që i përkasim atij. Ne gëzojmë pozitën e tij, ne gëzojmë shenjtërinë e tij, gëzojmë drejtësinë e tij. Ne jemi ulur bashkë me të në vendet qiellore. Të gjithë trashëgimia e tij është e jona. Përmes tij ne shkojmë tek Ati. Engjëjt janë në shërbim të tij dhe ne do të mbretërojmë bashkë me të. Pra, këto janë të gjitha privilegjet e bashkimit tonë me Krishtin. Pse zakonisht vajzat duan të martohen me një burr të pasur? Zakonisht, jo gjithmonë. Sepse duan të marrin gjithë pasurinë e tyre. Apo jo? Jo. Shpresoj që jo. Por ne jemi martuar me Krishtin shpirtërisht, edhe thotë gjithçka që është e Krishtit është e jona. Gjithçka që është e tij është e jona. Përmes bashkimit ton me të. Dhe ne përmes bashkimit të tij ton me të, ne mund të njohim dashurinë e tij në mënyrë të tillë që askush tjetër nuk mund ta njohë. Krishti e deshi, Bibla thot, kishën aq shumë sa dha veten e tij për të. Ne mund të shkojmë te fjala e Perëndisë dhe fjala e Perëndisë mund na tregojë sa shumë Jezu Krishti na do neve.
sa shumë na deshi dhe na don. Ne jemi nën kujdesin dhe në mbrojtjen e tij. Ne kemi hyrë në një marrëdhënie të përjetshme, të vazhdueshme me birin e Perëndis që është ulur në anën e djathtë të Perëndis. Edhe ai thotë kështu, e kujtova herën e kaluar. Unë do të dua ty, do të ushqej, do të marr përgjegjësinë për ty, do të kujdesem për ty. Unë do të jem një bashkëshort i mirë që kujdeset për ty siç një bashkëshort, pra i mirë kujdeset për bashkëshorten e tij. Unë do të kem mundësinë të ecë me ty çdo ditë, do të kujdesem për ty çdo ditë, do të ushqej ty me dashurinë time të pafundme të përjetshme. Edhe ai thot madje gjithçka që unë kam rregulluar për ty që ti të bashkohesh me mua. Të martohesh me mua shpirtërisht. Prandaj marrëdhënia jon me Krishtin është njësoj, Bibla thot, ngjason marrëdhënien e burrit me gruan, siç thuhet Efesianëve 5:25-27. Pra edhe një vëllezër motra, përpiquni të përfituroni atë çfarë Perëndia ka bërë për ne. Përfituroni sa shumë na ka dashur neve Perëndia. Na ka nxjerrë nga pushteti i ligjit, na ka bashkuar me Jezu Krishtin, me birin e përjetshëm të Perëndisë, që Bibla thot i gjithë fuqia, e gjithë pushteti është në duart e mia. Përse? Ashtu si që bashkëshort kujdeset për bashkëshortën e saj, Krishti, Zoti ynë dhe shpëtimtari ynë, kujdeset në njëjtën mënyrë. Tani vim tek arsyeja e dytë ose qëllimi i dytë që Perëndia na bashkoi me Krishtin, që përmes kësaj lidhje thotë i japim frut për Perëndin. Që të bashkohemi thot me një tjetër që u ngjall prej së vdekurit, që të japim frut Perëndis. Tani vini re. Për aq sa ne, edhe një herë, çfarë? Ishim të martuar me ligjin, ose për aq sa ne nuk kuptojmë se çfarë do të thotë thjesht i çliruar nga ligji, do të thotë që në atë shkallë do të japim frut për Perëndin. Ne asnjëherë nuk mund të japim frute për Perëndin, nuk mund të shenjtërohemi, nuk mund të jetojmë një jetë të drejtë, nuk mund të bëhemi si Jezu Krishti, pa këtë marrëdhënie me Jezu Krishtin. Pra ne jemi bashkuar me Krishtin në një mënyrë të tillë, pra për një arsye të vetme, që të japim frut Perëndis, të shenjtërohemi. Pra shenjtërimi nuk vjen përmes ligjit, po vjen përmes bashkimit ton me Jezu Krishtin. Është marrëdhënia jon personale me Jezu Krishtin, është si shenjtërohemi, duke njohur Jezu Krishtin më mirë, duke u bërë më shumë si Jezu Krishti dhe duke jetuar më shumë si Jezu Krishti. Prandaj ligji, çfarë thot ligji? Me dëgjoni pak mendje. Ligji thot kështu: nëse jeni në ligj, nëse ju bini në mëkat, thoni, nesër do përpiqem më shumë, nuk do të jetoj më në mëkat. Jo, nesër do të bëj më mirë. Nesër do të përkushtohem më fort. Nesër nuk do të bëj më të njëjtën gjë. Nesër nuk do të shumë gjëra të tilla. E dini çfarë? Kjo është të thotë jesh në ligj. Por e di çfarë thot Ungjilli? Jo, Ungjilli thot unë do të shkoj te fjala e Perëndis. Thot çfarë thotë fjala e Perëndis? Do të rritem në bashkësi me Krishtin, do të njoh Krishtin më mirë, do të bëhem më shumë si Krishti, dhe atëherë do të jap frutë shenjtërie. Atëherë do të jap frutë Perëndis. Do të nështrohem fjalës së Krishtit, do të bindem Jezu Krishtit, do të jetoj për Jezu Krishtin, dhe në këtë mënyrë do të jap frutë për Perëndin. Pra le të mos largohemi këtu me përkushtimin që unë do të jetoj një jetë të shenjtë më të mirë, sepse unë do të përkushtohem. Unë do të jem më i përkushtuar sot. Unë do të bëj një jetë më të mirë sot. Jo. Përkushtimi ynë, bashkimi jonë është me kë? Me Jezu Krishtin. Dhe pjesa më e madhe e kohës duhet jetë që të njohim Krishtin. Vëllezër e motra, nëse jeni në Krishtin, a njihni Krishtin? A jeni një marrëdhënie personale me Krishtin? A doni Krishtin? A i bindeni fjalës së tij? A doni ta njihni atë më shumë? A doni të jeni më shumë si ai? Pra kjo është çështja. Nëse ju thoni, po nuk do gënjej sot, nuk do të bëjmë sot këtë, nuk do të bëjmë atë, ka shumë gjatë që ju jeni krishterë fare. S'ka të bëj me çfarë ju bëni apo nuk bëni, ka të bëj me Krishtin, ka të bëj me njohjen e Krishtit, me lartësimin e Jezu Krishtit. Pra shenjtërimi ynë është frut i marrëdhënies tonë me Jezu Krishtin. Pastaj le të shikojmë te vargu 5. Perëndia na çliroi nga ligji në mënyrë që të largonte diçka nga ne që na nxiste ne të mëkatonim. Pra vini re. Vargjet 5 deri në 6. Këto janë çelësi në fakt për të kuptuar pjesën tjetër të kapitullit 7. Nuk është se do shpenzojmë shumë, por vargjet 5 deri në 6 janë si thosh baza e tërë kapitullit 7, çfarë do thotë më vonë.
Vini re se çfarë thot apostulli Paul në vargun 5, sepse kur ishim në mish, pasionet mëkatare thot që ishin me anë të ligjit vepronin në gjymtyrët tona duke sjell frute thot vdekje. Pra dëgjoni më mend çfarë po thot. Kur ishim në mish, për çfarë ka fjalën? Kur ishim të pashpëtuar, kur ishim të parilindur, kur nuk e njihnin Perëndin, çfarë? Pasionet thot mëkatare që vinin përmes ligjit, që nxiteshin thot nga ligji vepronin në gjymtyrët tona duke sjell frute vdekje, vepra thot të vdekura. Pra fruti i tyre ishte vetëm vdekja. Dhe në fakt çfarë do thotë të jesh në mish? Është e kundërta të jesh në frymën e Perëndis. Do të thotë të jesh nën ligj, të jesh nën mëkat. Dhe vetmi frut që mund të kesh është frutet e vdekjes dhe nuk mund të japish frut për Perëndin. Do thotë që je i martuar me ligjin dhe bashkimi me ligjin prodhon vetëm faj, prodhon vetëm mëkat, dënim dhe i ndar nga Krishti, i ndar nga Perëndia. Do thot të jesh i vdekur në faje dhe në mëkate, të qenurit në mish. Por vini re, apostulli Paul çfarë po thot? Ligji nuk mund ta pengonte mëkatin. Ligji thot çfarë bën për më tepër. Ligji thot e ndes mëkatin më shumë brenda nesh, duke nxitur kujtesën dhe natyrën tonë mëkatare. Dhe në fakt kush janë gjymtyrët tona? Pra ai thot në vargun 5 thot kështu: pasionet mëkatare që ishin me anë të ligjit vepronin në gjymtyrët tona. Në fakt në kapitullin 6 ne kemi mësuar se kush janë gjymtyrët tona. Gjymtyrët tona nuk janë thjesht pjesët e trupit. Por ai e ka fjalën për gjymtyrët e trupit, gjymtyrët e tona, ai ka fjalën për tërë funksionet e njeriu, që përfshin mendjen, imagjinatën, interesat tona, pra çdo gjë që përmes të cilës ne e shprehim vetveten si njerëz. Pra çfarë po thot? Që ligji e nxiste pasionet tona mëkatare që vepronin në imagjinatën, mendjen dhe në të gjitha funksionet tona njerëzore. Pra çfarë do të thonë kjo? Ligji është i pafuqishëm të zgjidh problemin ton. Madje në fakt ligji thot e përkeqësoi problemin ton, e përkeqëson problemin ton. Njeriu, pra, edhe një herë, i pashpërtuar si operon në bazë të ligjit. Edhe njerëzit fetar jetojnë në bazë të ligjit. Për shembull, kur një njeri fetar shikon një njeri në rrugë dhe ka nevojë për diçka, si mendon një njeri fetar? Njëri fetar mendon në këtë mënyrë, një njeri ligjit mendon në këtë mënyrë. Okej, do t'i jap atij, do t'i bëj atij një të mirë që të më bëhet mua një e mirë. Ose shpesh herë dëgjoni këtu, kur ndodh një gjë e mirë, një person i thotë, "Oh, kush e di ku kam bërë ndonjë gjë të mirë dhe po më kthehet e mira sot." Këta janë njerëzit fetar, këta janë njerëzit e ligjit. Ose ta ndihmoj këtë person që Zoti të më bekoj. O Zot, më beko se shiko se çfarë po bëj sot. O Zot, unë jam njëri i mirë, ti të më bekosh mu sot. Shiko sa i mirë që jam unë. Shiko sa i mrekullueshëm që unë jam. Unë s'më katoj asnjëherë. Pra, ky është njeriu i ligjit, ky është njeriu i fetar. Njeriu nuk ndryshon as përmes edukimit fetar, as përmes as duke e arsimuar, as duke mësuar gjërën e duhur, as duke njeriu është nën fuqinë e ligjësisë. Pra nuk mund ndryshoj. Në ditët e sotme flitet shumë për shembull në shkollë për edukatën seksuale. Apo jo? Por e dini çfarë ndodh? Kur mëson fëmijëve edukatën seksuale, ndes më shumë epshet seksuale. Nuk I mëson fëmijët duke edukuar fëmijët për natë mosh, për seksin, nuk bën asgjë më shumë se I ke çuar fëmijët krejtësisht në rrugën e gabuar. Ligji, njohuria, arsimimi, edukimi nuk e ndryshon njeriu. Ligji thot ka efekt acarues mbi mëkatin dhe na bën më shumë të mëkatojmë dhe na ndes më shumë mëkatin. Edhe me lejoni të them këtë gjë. Dhe ju fare mirë mund të jeni krishterë. Ju fare mirë mund ta njihni Krishtin si Zot dhe shpëtimtar. Por ju mund të jetoni mbase sikur jeni nën ligj, sikur jeni shpëtuar me anë të veprave. Edhe çfarë do thotë? Që ju e shikoni mënyrën e jetesës tuaj në një mënyrë të tillë që është e bazuar në çfarë ju bëni dhe çfarë ju nuk bëni. Si ju silleni apo si nuk silleni, që Perëndia ju do juve në jeni duke bërë
mirë sot, a nuk jeni duke bërë mirë sot, duke jeni bindur atij apo nuk jeni duke bindur sot. Dhe ju ndjeheni në jeta juaj varet se si ju bëni gjëra të caktuara në jetën tuaj. Por kjo do thotë të jetosh sigurie nën ligj dhe jo nën hirin e Perëndis. Pra ideja është këtu që çfarë ka bërë Krishti për ne? Krishti për ne është si një njeri që le të themi që unë kam një borxh shumë të madh. Krishti, ky person ka paguar të gjithë borxhin tim, por jo vetëm kaq, por ai thotë që ti ke në llogarinë tënde pafundësisht para, pas një lloj limiti. Dhe në Krishtin ka paguar çmimin për mëkatet tona, ka jetuar jetën që ne duhet dhe jemi krejtësisht të lirë. Edhe ju dikush mund të thoni, po jam krejtësisht i lirë. Nuk kam asnjë dënim për mua, sepse jam në Krishtin, jam nën hirin e Perëndis. Kështu që ju dikush mund të thotë që po shikoj se kjo do të më çojë në mëkat. Nëse ju mendoni që duke qenë i lirë, do t'ju çojë juve në mëkat, do të thotë që ju jeni akoma në ligj, nuk jeni në hirin e Perëndis. Pra, gjithë çështja është ku është. Duhet kuptojmë pra çfarë do të thotë që ne nuk jemi më pushtetin e ligjit, por jemi nën pushtetin e hir. Jemi nën hir. Pra ligji nuk mund ta shërojë, por më tepër ligji stimulon mëkatin. Tani le të ndalem shumë shkurt tek pika e 4, edhe do të jap disa zbatime kryesore për sot. Sepse vargjet 5 dhe 6 ai fillon të shtjellojë pastaj në vargjet 7 deri në 12 apo 13. Vinëre, së katërti Perëndia na ka çliruar nga ligji në mënyrë që të shërbejmë Perëndis në rrisinë e jetës së re me frymën e shenjtë që banon në ne. Pra vinëre, çfarë po thot Apostulli Paul është kjo, që ne jemi ndar nga ligji, ne jemi bashkuar me Jezu Krishtin dhe fryma e shenjtë banon në ne, që ne t'i shërbejmë Perëndis në një mënyrë të re, jo më duke u përpjekur të mbajmë ligjin, por Krishti ka bërë gjithçka për ne, ne jemi bashkuar me të dhe Krishti banon në ne me anë të frymës së shenjtë, duke na mundësuar neve të jetojmë këtë jetë të re, pra këtë mënyrë të re të jetuar. Edhe unë ju inkurajoj që të lexoni kapitullin 8 të Romakëve 1-17, ku na tregon që çfarë do thotë që fryma e shenjtë banon dhe fryma e shenjtë na mundson neve t'i bindemi Perëndis, na mundson neve të jetojmë këtë jetë të re, që duke na ndryshuar neve nga brenda, shfaqet në jetën tonë të përditshme nga jashtë. Por pyetja shtrohet kështu, a është ligji mëkat? Jo, ai thot këtë në vargjet 7 deri në 12, por ta shohim herën tjetër. Por çfarë kemi parë? Kemi parë 4 qëllime kryesore pse ne jemi ndar nga ligji. Por me lejoni të bëj disa pyetje kryesore për secilin prej nesh. Së pari, pyetja kryesore është a keni hyrë ju në një marrëdhënie personale me Jezu Krishtin që ka ndryshuar edhe zemrën edhe jetën tuaj? Së dyti, si e dim që ne kemi hyrë në një marrëdhënie personale me Jezu Krishtin? Pyetja që shtrohet, a ka ndryshuar Jezu Krishti jetën tuaj, edhe apo ndryshon ai Jezu Krishti jetën tuaj, apo bëheni më shumë si ai dhe po jetoni më shumë si ai? Pyetja tjetër që shtrohet është, a jetojmë për vete apo jetojmë për Perëndin? A jetojmë të kënaqim veten apo jetojmë të kënaqim Perëndin dhe të tjerët? Edhe një herë, dini çfarë ndan një njeri që është nën ligj dhe një njeri që është nën hirin e Perëndis? Njeriu që është nën ligj jeton për veten e tij, njeriu që është nën hir jeton për Perëndin dhe të shërbej Perëndis dhe të jap frut Perëndis. Pyetja shtrohet edhe një herë. Si jemi duke jetuar ne? Jezusi thotë që të jesh i krishterë do thotë të mohosh vetveten dhe ndjekësh Jezu Krishtin në bindje ndaj fjalës së tij. Dhe më lejoni t'ju them që atë çfarë thotë Jezusi te Luka 9:23-26 dhe ju mund ta mbani shembull dhe shikoni edhe vetë, por ai thotë kështu: nëse dikush do të vi pas meje, le të mohojë vetveten, ta marrë çdo ditë kryqin e vet dhe të më ndjek, sepse kushdo do të shpëtojë jetën e vet do ta humbas, por kushdo ta humbas jetën e vet për shkakun tim do ta shpëtojë. Pra vini re, ai thot kushdo që të më ndjek mua, le ta mohoj vetveten, ta marr kryqin e vet dhe të më ndjek. Pyetja tjetër që kam për ju është si e shikojmë tani ligjin që jemi të shpëtuar? E shikojmë ligjin si mikun ton?
ligji është miku ynë. Pse? Po ju më thoni, po ligji na nxit të mëkatojmë. Jo, ligji na tregon gjithmonë më shumë ku ne shkelim dhe na tregon gjithmonë tek Krishti. Pra gjithmonë ligji na çon neve te Krishti. Por më lejoni të bëj një pyetje. Ose më saktë, le të shqyrtojmë një rast, edhe do të jetë si një ushtrim. Le të marrim një urdhërim të Perëndis. Ju lutem ndiqni pak vëmendje. Le të marrim një urdhërim të Perëndis. Ne e dim që urdhërimi i Perëndis është, le të themi, është mos gënje. Tani, çfarë thot një njeri që është nën ligj? Njeriu që thot nën ligj, ose atë që janë thonë në ligj është kështu. Do të përpiqem të bëj të pamundur të mos gënjej. Por kjo çfarë do thotë të jetosh nën ligj? Të gënjesh nuk është mirë. Por ky është një njeri që është nën ligj. Ose ata që justifikojnë mëkatin thonë kështu. Ai e pranon që nga fillimi që nuk mund t'i bindet këtij urdhërimi, edhe thjesht nuk e pranon këtë urdhërim biblik që pritet të bindet. Me fjalë tjera, nuk mund t'i bindem. Edhe kjo është çfarë do thotë të abuzosh me hirin e Perëndisë, të t'i japish veten mbas mëkatit. Sepse ne jemi ndarë nga ligji, ne jemi bashkuar me Jezu Krishtin, fryma e shenjtë banon në ne, dhe ne mund të bindemi Perëndisë. Por pyetja që shtrohet është si mendojmë nëse jemi në ligj. M'falni, si mendojmë, kjo është si mendonim në ligj apo njeriu që do mëkatin. Por si mendojmë sipas Ungjillit? Sipas Ungjillit Perëndia thot mos gënje. Kjo është çfarë pret shenjtëria e Perëndisë. Dhe më lejoni pak t'ju jap një ilustrim. Nuk kisha kohë fakt të bëj një ilustrim, por le të përpiqemi të shikojmë një ilustrim, ta përfitojmë një ilustrim. Ja ku jemi ne në rrugë të drejtë, ishim në ligj, kemi ardhur në këtë moment, kemi njohur Krishtin, apo jo? Si shpëtimtarët e Zotit me anë të Ungjillit. Ja ku është shenjtëria e Perëndisë, dhe me Perëndia do që ne të jetojmë këtu. Ja ku jemi ne në këtë drejtimin tjetër që jemi mëkatarë dhe jemi shumë të ndarë nga Perëndia. Dhe më shumë ne rritemi në njohjen e Krishtit, çfarë ndodh? Më shumë e kuptojmë sa i shenjtë që është Perëndia, më shumë e kuptojmë çfarë kërkon Perëndia. Dhe më shumë shikojmë çfarë? Nevojën që kemi për Perëndinë dhe për hirin e tij, dhe kryqi nga kaq i vogël fillon të bëhet kaq dhe rritet. Pra gjithmonë rritja shpirtërore është e lidhur me atë që më shumë njohim Perëndinë, më shumë kuptojmë sa jemi mëkatarë, më shumë kuptojmë nevojën që kemi për Krishtin, më shumë kuptojmë dhe e kuptojmë sa shumë dhe nevojshme ishte Krishti të vdiste në kryq për ne. Por vini re edhe një herë. Perëndia thot mos gënje. Por çfarë unë them nën hirin e Perëndisë? Unë nuk mund t'i bindem këtij urdhërimi sepse jam mëkatar. Dakor? Dhe çfarë them tjetër? Jezusi është bindur në mënyrë të përsosur këtij urdhërimi, edhe Ungjillet dëshmojnë këtë. Jezusi i bëri atë që unë duhet të bëja si zënësuesi im, në mënyrë që Perëndia të më pranojë mua. Dhe çfarë tani? Për shkak të ligjit, m'falni, për shkak se Jezusi ju bind ligjit në mënyrë të përsosur dhe tani ai jeton në mua dhe për shkak se jam pranuar nga Perëndia, jam shpëtuar, unë jam i lirë të bindem Perëndisë me anë të hirit të Perëndisë dhe fuqisë së tij që vepron në mua. Pra çfarë do thotë? Ecja me Perëndi gjithmonë nuk kupton një gjë. Bindja me Perëndin gjithmonë kupton që unë kuptoj që pa Krishtin nuk mund të bëj zy. Gjithmonë jam duke rrëfyer që unë nuk mund t'i bindem Perëndisë, po me hirin e tij dhe me Krishtin që banon në mua, dhe për shkak se unë jam tashmë i shpëtuar, unë mund t'i bindem Perëndisë. Dhe kjo lloj të menduar i duhet ndryshoj çdo lloj marrëdhënie. Më lejon të bëj një pyetje tjetër. Pse unë duhet punoj? Një njeri që është në ligj, si thot? Unë duhet punoj sepse po s'punova, nuk do të ha. Por ky është një njeri që është nën ligj. Por njeriu që është nën hirin e Perëndisë, çfarë bën? Puna e tij është për Perëndinë dhe për lavdinë e tij. Puna e tij nuk është për fituar para, puna e tij është për të sjellë lavdi Perëndisë. Një burr pse do bashortën e tij, e do bashortën e tij me hirin e Perëndisë, ai thotë që është e pamundur të grua ta dua unë, por me hirin tënd unë do të përpiqem të jem një shëmbullim i dashurisë së Krishtit për kishën. Edhe ju thras që në çdo lloj drejtimi në jetën tuaj, përpiquni të shikoni, okay, si kam menduar unë nën ligj dhe si duhet mendoj unë nën hir, si duhet mendoj unë nën Ungjillin. Çfarë thot Ungjilli? Çfarë thot ligji?
Edhe në këtë mënyrë rritemi, në këtë mënyrë shenjtërohemi. Pra shenjtërimi është proces. Por shenjtërimi nuk është ndodh në mënyrë automatike. Shpëtimi ndodh në mënyrë automatike, por shenjtërimi është proces, një proces të ripërtërirë të mendjes tonë, duke kuptuar se si ne ishim dhe ne duke kuptuar se si ne duhet jemi në Krishtin me anë të hirit të Tij, me anë të frymës së shenjtë, në një mënyrë të re. Pra kjo është mënyra se si ne jetojmë. Pra Ungjilli është mënyra e re. Edhe çfarë do thotë kjo? Ne duhet ta kuptojmë sa më mirë Ungjillin, ta besojmë atë në jetën e përditshme dhe të jetojmë me anë të Tij. Ju keni marrë një fletë, nëse mund të ndihmoj dikush me një fletë, më e pak Ju keni marrë një fletë, edhe është një fletë që na ndihmon neve të kuptojmë se si ne si të krishterë mund të kuptojmë, vlerësojmë vetveten. Këtu kemi një krahasim të një njeriu që në një farë mënyrë është duke jetuar nën ligj, megjithëse mund të jetë shpëtuar, ose një njeriu që është i krishterë dhe po jeton nën hirin e Perëndisë. Dhe çfarë do të inkurajojë ju të bëni, më vjen keq që është pak mund ta kishte bërë besoj me shkronja më të mëdha, por dini çfarë do ndihmoj kjo pjesë? Kjo pjesë do na ndihmoj të kuptojmë neve se ku jemi. Jemi duke jetuar sikur jemi njerëz i jetim, apo po jetojmë si bir apo bi i Perëndisë. Edhe shikoni anën e majt dhe shikoni anën e djathtë. Në anën e majt përpiquni të shikoni se si jeton një njeri jetim, pra një njeri që nuk e njeh Perëndin, ose e njeh Perëndin por jeton sikur nuk e njeh Perëndin, dhe një njeriu që jeton si bir apo bi e Perëndisë. Edhe shikoni, thjesht do ndihmoj për të kuptuar disa, thot, në krahun e majt jetimi i mungon intimiteti i gjallë i përditshëm me Perëndin, pra nuk ka një marrëdhënie të vërtetë me Perëndin. Po nga ana tjetër, bir apo bi është i lirë nga shqetësimi sepse e di që Perëndia e do. Pastaj, një njeri jetim është i shqetësuar gjithkohës për miqt, parat, shkollën, motat. Por një bir bi jeton në bashkëpunim me Perëndin. Pra vini re, bën krahasimet midis njëra. Dhe çfarë unë inkurajoj të bëni është që ju të shikoni vetëm, të nënvizoni gjërat që ose plotsoni katrorët që ku jeni, shikoni pastaj në krahun e djathtë ato që ju keni nevojë të arriteni. Edhe kërkoni Zotit që të ndihmoj të kuptoni që ju në vërtet jeni një bir e bi i Perëndisë dhe të transformoheni përmes Ungjillit, të jetoni sipas Ungjillit, të jetoni si një bir apo bi e Perëndisë. Shpresoj që kjo do t'ju ndihmoj, dhe unë shpresoj që do ta përdorni. Pra nuk është thjesht një letër, okay, më kanë dhënë një letër sot, por është një mënyrë që merrni pak kohë, shpenzoni pak kohë, duke parë majtas dhe djathtas, ku duhet rriteni, çfarë do ndryshoj, edhe në vizoni këto në anën tjetër. Pra çfarë kemi parë sot është, kemi parë Romakëve 7:1-6, katër qëllime kryesore pse Perëndia na ka ndarë nga ligji i Perëndisë dhe pse na ka bashkuar me Jezu Krishtin. Dhe me lejoni të them një gjë që ose ndodheni sot këtu. Nëse jeni krishterë, nxitja ime dhe thirrja ime është le të vazhdojmë të njohim Jezu Krishtin. Le të shkojmë te fjala e Perëndisë, të njohim atë më mirë, të jetojmë më shumë si ai dhe për lavdinë e tij dhe për duke dhënë frute shenjtërie për Perëndin. Por nëse ndodheni sot këtu, edhe ju thoni që shiko se unë jam një njeri i mirë. Ju thoni shikoni se unë nuk më katoj. Shikoj se unë nuk kam bërë gjëra të këqija. Mbase ju mendoni thellë në veten tuaj që ju jeni një njeri i mirë dhe prandaj dhe Perëndia ju ka shpëtuar ose prandaj Perëndia ju ka bërë krishterë. Më lejoni të them shumë shkurt. Megjithëse ju mund të mendoni që jeni një njeri i mirë, edhe mbase ju nuk keni vjedhur asnjëherë. Mbase ju nuk keni vrarë njëri. Mbase ju nuk keni, nuk e di, edhe gënjur. Por më lejoni të them që prapë se prapë ju jeni mëkatar. Prapë se prapë ju jeni nën mëkat. Jeni nën ligj.
dhe jeni nën zemërimin e Perëndisë, dhe jeni nën dënimin e Perëndisë. Sa do njeri i mirë ju mund të mendoni, sipas fjalës Perëndisë, ju jeni mëkatar. Jeni nën dënimin e Perëndisë, nën ligjin e Perëndisë, dhe vetmja mënyrë që ju mund të njihni Perëndin, vetmja mënyrë që mund të njihni dashurinë e tij, është shkoni te Krishti dhe pranoni që ju jeni mëkatar. Ju pranoni që nuk meritoni asgjë tjetër përveç dënimit të Perëndisë dhe të rrëfeni që nuk mund bëni asgjë për të shpëtuar, veçse të besoni në atë çfarë Krishti ka bërë në kryq për ju. Pra të pendoheni dhe besoni tek Jezu Krishti si Zotin dhe Shpëtimtar. Edhe përpjekja për të shpëtuar vetveten, duke përpjekur të jesh një njeri i mirë, është mëkat. Sepse është rebelim ndaj drejtësisë Perëndisë. E dini çfarë, më lejoni të them, nëse ju mendoni që një njeri i mirë, më lejoni të them një gjë shumë thjesht. Njeri i mirë, e mbani mend çfarë thotë Jezusi kur i tha, o mësues i mirë. Edhe cila ishte përgjigjja e Jezusit? Mbani mend? Nuk ka as edhe një mirë përveç Perëndisë. Shumë njerëz ngatrohen këtu që Jezusi po thotë që nuk është Perëndi. Jezusi në fakt po thotë që është Perëndi. Nëse jam i mirë, Jezusi thonë unë jam Perëndi. E mirë e vetvetishme e që ai e ka si Perëndi. Pra, çfarë po thotë Jezusi? Që nuk ka asnjë të mirë përveç kujt? Perëndisë, të gjithë janë mëkatar. Prandaj ju keni nevojë për hirin e Perëndisë, keni nevojë sot të shpëtoheni. Le të lutemi së bashku. O Atë dashur, falenderojmë vërtet për fjalën tënde. Falenderoj që ti je besnik ndaj nesh, megjithëse ne nuk jemi besnik ndaj teje. Falenderoj Zot që ti na shikon gjithmonë me hir. Falenderoj Zot që na shikon neve në Jezu Krishtin. Falenderoj që na ke ndarë nga ligji. Falenderoj që nuk jemi më në dënimin e mëkatit, nuk jemi më në dënimin e ligjit, nuk jemi më nën pushtetin e ligjit, por falenderoj Zot që na ke bashkuar me Krishtin. Falenderoj që na ke bashkuar përjetësisht. Falenderoj që ti na donave Perëndi, jo sepse jemi njerëz të mirë, jo sepse kemi bërë ndonjë të mirë, jo sepse po të bindemi ty, jo sepse po vim në kishë, jo sepse po lexojmë fjalën tënde, jo sepse po lutemi, jo sepse po bëjmë ndonjë gjë Zot. Është krejtësisht nga dashuria jote, është krejtësisht se ti na don edhe krejtësisht nga mëshira jote, është krejtësisht nga hiri yt. Gjithë bekimet e tua janë prej mëshirës tënde, krejt bekimet e tua janë prej hirit tënd, janë favori jot ndaj nesh. Falenderoj Zot që gjithë jeta jon është favor prej teje, është hiri yt. Dhe falenderoj Zot për mënyrën si po punoni jetën tonë, si po na ndryshon. O Zot, lutem që ne do të jemi të tillë, ne do duam jo sepse na duan. Ne nuk do të thjesht përpiqemi të jemi njerëz të drejtë. Nuk do përpiqemi thjesht të jemi njerëz të mirë, por njerëz o Zot që më shumë se sa kaq. Jo thjesht duke bërë atë çfarë është e drejtë, por atë çfarë është e mirë edhe e dashur për njerëzit në interesin e tyre më të mirë. O Zot, na ndihmoni dhe shpallim ungjillin, shpallim lajmin e mirë njerëzve të humbur. Të ndërojmë dhe kërkojmë këtë gjëra në emrin e çmuar të Krishtit. Amen.